Në fakt unë mendoj që mbrana LDK-s duhet refuzu idenë që të kemi kështu qëndrime blanko të degëve, sepse këtu vendosin delegatët. Dhe LDK nga Prizreni ka dikun 16 delegat, secili ka bindjen e tij personale për të vlerësuar cila është rruga më e mirë që LDK duhet zgjedh. Ne kemi diskutuar bashkë, por është në vlerësimin individual dhe unë e respektoj maksimalisht pavarësinë, qëndrimin e secilit delegat të LDK-s. Unë jam i bindur që LDK gjithmonë ka ditë në momente delikate ta ketë një farë instrumenti të vetë rregullimit, të reflektoj drejt dhe mirë, kurdo që LDK ka pas sfida të zgjedhjes së kryetarit të partisë, gjithmonë e ka zgjedhur menoj situatën më të mirë ose mënyrën më të mirë. Prandaj edhe sot, pavarësisht nuk e kemi akoma të qartë krejtësisht agjendën, dhe kjo besoj që është pak jo shenjë mirë, ishte dashje ne çush mbrëm ta kishim të qartë a do të votohet për vot besim apo do të kemi shërtim të dorëhequr, i cili në fakt është antistatutare nëse hym në atë cikël, sepse statuti nuk parashë diskutime, po mendoj që qëndrimet, qartësia e delegatëve dhe sjellja e delegatëve do të jep epilog çfarë do procesi që do të ndodhë mbrana. Besoj në demokracinë e mbrëmshme të LDK-s, besoj në vlerat që kjo parti ka kultivuar deri sot dhe besoj që edhe epilogu do të jetë më i miri për LDK-n dhe më pas besoj edhe për procese tjera politike në Kosovë. Nëse do të pasë ndryshim në LDK në këtë pikë marrë parasysh rezultatin e sot zgjedhor të fundit? LDK-ja ka vendosur një standard në Kosovë dhe mendoj që është standard i mirë që në rezultatet e dobta të ketë reflektim. Dhe ne besoj që sot do të diskutojmë gjëra gjatë, sepse nuk jemi të kënaqur fare me situatën, me vlerësimin që njerëzit po japin LDK-s. Kam thënë disa herë, është janë vlerësime subjektive, por nganjëherë shef që janë rezultate të pamerituara për LDK-n, sepse LDK-ja ka edhe strukturë, kuadro, qëndrime këtë ato, megjithatë njerëzit votojnë dhe ne duhet të respektojmë ata. Dhe nëse nuk kemi arrit ta transmetojmë idenë tonë të mirë të LDK-s tek njerëzit, nuk është faji i njerëzve, është faji ynë. Prandaj duhet gjetë mënyra se çfarë të bëjmë që vërtet si parti politike, si kuadra, si platformë politike, ta marrim vendin meritor, sepse unë jam i bindur që LDK-ja meriton të jetë një ndër partitë kryesore të para në vend, sepse vetëm si e tillë garanton më pas edhe stabilitet edhe ecje Kosovës përpara. Është Abdullah Hoti zgjidhja, meqense është i vetmi që ka dalë deri tash interesuar për të marrë postin e lënë nga Abdigjiku nëse ja aprovohet. E kaluara e zotit Hoti, trashëgimia politike që i ka dhënë LDK-s është në secilën sferë kudo që ka qenë është jashtëzakonshme. Unë mendoj që është vlerë e madhe e LDK-s që zoti Hoti të jetë në krye të LDK-s, por nuk përjashtohet edhe kandidatura tjera, janë vlerësimit të delegatëve dhe unë më pas i subordinohem parimit të shumicës, sepse demokracia e tillë dhe demokracia vetëm kështu ka kuptim. Dhe besojmë kjo është e mira që po i ndodhë LDK-s, kështu do duhet edhe parti tjera të kenë debate, kundërshti, këto janë vlera, kjo është demokracia që ne, jo vetëm si LDK, por si popull, duhet të punojmë dhe luftojmë. Ju personalisht ç'i preferoni? Mendoj që mbrana do t'i them gjitha, do të kem mundësi edhe me fol. Nuk e di sot, sepse po thash agjenda është akoma e paqartë, nuk e di sot nëse do të hyjmë në proces votimi edhe për kryetarin e ri, por unë kam qëndrimin e qartë timin, unë mendoj që LDK-s dhe Kosovës i duhet një LDK me dinamikë ndryshe, pak më ndryshe. Faleminderit shumë.